Ju faleminderit për interesimin e madh që keni treguar për të përcjellur këtë takim të radhës në vijim me afatin e krijuar të gjykatës kushtetuese. Siç e dini, për 53 ditë të këtij afati kushtetues kam treguar gatishmëri në emrin e Lidhjes Demokratike të Kosovës për gjetur zgjidhje për çështjen e presidentit dhe stabilitetin institucional. Me keqardhje them se këtë zgjidhje nuk kemi arritur ta gjejmë dhe nga ky moment e tutje i konsiderojmë bisedimet e mbyllura pas zgjidhje konkrete për çështjen e presidentit. Duhet të jem falënderues për përpjekjen, por të jem dhe transparent me popullin e Kosovës për rrjedhën e këtyre bisedimeve. Ne kemi pasur 2 propozime deri më tani. E para ka qenë rreth pjesëmarrjes në qeveri, ku LDK-s jepet pozita e zëvendës kryeministrit dhe 4 ministri. Dhe propozimi i dytë ka qenë rreth kryeparlamentarit, por në të dy rastet ka pasur insistim për të mbajtur pozitën e presidentit tek lëvizja vetëvendosje. Kjo ka qenë pikërisht arsyeja pse kemi pasur bllokadë barak të gjykimit të gjykatës kushtetuese. Dhe ky propozim natyrisht se siç kemi thënë në vazhdimsi është i papranueshëm për LDK-n. Meqense insistimi i lëvizjes vetëvendosje dhe zotit Kurtit ishte që të mbaj dhe pozitën e presidentit për vetëvendosje dhe me këtë tiket të 3 institucionet, LDK-ja nuk mund të kontribuojë më tutje. Nuk duam të marrim më kohë asnjë palë tjetër as popullit të Kosovës. 53 ditë kemi bërë përpjekje, janë edhe 7 ditë. LDK efektivisht është jashtë procesit diskutues për çështjen e presidentit, do të thras kryesinë e partisë. Dhe më pas le të presim dhe 7 ditë nëse palët tjera, partitë tjera bëjnë zgjidhje, nëse jo atëherë do të bëhemi gati për skenarin më të rënd, më të keq, më të pakuptueshëm të zgjedhjeve të reja dhe të jashtëzakonshme. Po them edhe një herë, prej fillimit, parimet e LDK-s kanë qenë të qarta, presidenti i Kosovës do të jetë zgjatim i qeverisë, pra s'mund të ketë një qeveri që ka një president të një partije dhe kështu t'i ketë 3 institucionet. Pra heqja kryetarit kuvendit nuk është që heq rolin institucional. Kuvendi i Kosovës operon me shumicë, që i takon shumicës. Qeveria operon po ashtu me shumicë, që i takon shumicës. Tani edhe presidenti takoj 51%, që është më tepër se sa vullneti qytetar. U përpoqa, provova, nuk arrita fatkeqësisht, tani kthehemi në LDK, do t'i kthejmë misionit të madh të bashkimit të së djathtas brenda LDK. Nuk është fare Kurti i interesuar zoti Abdixhiku për një marrëveshje politike qeverisë që LDK të jetë pjesë e qeverisë, refuzoi këtë ide më një herë? Jo, ai dha këto propozime. Ishin propozimet e tij, por insistante që pozita e presidentit i mbetet vetëvendosjes. A keni qenë gatshëm përbash qeverisë ju, LDK-ja? Jo, ne ishim në diskutim për çështjen e presidentit. Pra unë refuzova të flasim për çdo gjë tjetër pa trajtuar çështjen e presidentit. Pra sepse problemi ishte presidenti, jo qeveria. Kosova ka qeveri, ka edhe kuvend, por nuk ka president. E propozon ndonjë emër? Domethënë, po s'mund të propozojmë për dikë që insiston që presidenti mbetet i partisë së tij. Atë çfarë, shqyrtoni, nuk është çështje propozimesh, e shuarjes së propozimesh, e lajmeve mediatike. Me LDK-n, vetëvendosja nuk ka diskutuar as edhe një emër, edhe një emër përveç Glau Konjusës. Për Glau Konjusën ne kemi pasur qëndrim jo per se, po për shkak të pozicionit partijak që mban që mos mund të jetë presidenti i Kosovës, dhe kjo ka qenë arsyeja pse shkuam në interpretimin e gjykatës kushtetuese, pra pse i hupëm afatin, na shtuan dhe 34 ditë dhe jemi pranë pozitën e njëjtë, siç para vendimit të gjykatës kushtetuese, por unë u përpoqëm James zgjidhje për presidentin e Kosovës. Unë nuk kam hapur diskutime tjera, s'kam hapur diskutime as për ekzekutiv, as për kryetar kuvendit, sepse çështja është për president. Në momentin që kishim trajtuar çështjen e presidentit, do të mund të trajtonim dhe çështje tjera. Dhe nuk e kemi kërkuar asnjë për LDK, as më pak për mua. Domethënë kemi pasur qëndrime parimore. Më pas, po të ishim pajtuar për propozime parimore, atëherë do të kishim hapur fazën e diskutimeve tjera. Bashkimi së djathtë, zoti Abdixhiku, së djathtës së LDK-s nuk kupton për afrimin me Vjosa Osmanin ose rikthimin e saj në LDK. Për afrimin do të ishte një lajm i mirë edhe për Kosovën, edhe për LDK-n, dhe është qëllimi imi. Edhe do të punoj për këtë qëllim deri në ditën e fundit. Zoti Abdixhiku, i bie që të po dështon gjithçka sa i përket presidentit, apo keni shpresë që një grumbullim i gjitha partive, një tryezë siç kërkon AK-ja për të gjetur një emër konsensual? Unë besoj që me kaq në këtë rrethana në këto momente LDK-ja nuk mund të bëjë më shumë. Me 15 mund të bëjë më shumë, LDK-ja lën të hapur diskutimin për partitë e tjera.
janë 7 ditë kohë, 53 ditë nga 60 ditë kemi bërë përpjekje për gjetur zgjidhje, besoj që kemi pasur kohë mjaftueshëm, 53 ditë janë mjaft. Nuk kemi dëgjuar asnjë propozim tjetër përveç këtij që dhe presidenti tjetë nga radhët e vetëvendosjes, nuk kemi pasur ndonjë emër tjetër. Janë dhe shtati tjera që parti tjera mund të bëjnë zgjidhje, edhe pa LDK-n, nëse mund ta bëjnë të tillë, çdo propozim është i mirëseardhur, por efektivisht LDK-ja do t'i kthehet strukturave të veta dhe e konsideron këtë çështje të mbyllur për diskutim nga ky moment. A jeni taku me zonjën Osmani me që po thoni po punoni për rikthimin e saj ose për afimin me të? Jam taku me të gjithë. Jam taku edhe me Në këtë pikë Kurtin, pas edhe me largimit të saj Osmanin. për zyre së presidentit. Natyrisht që takohem me Vjosën, jemi miq dhe njihemi mirë. Cilat janë kushtet për rikthimin e saj në LDK? Nuk kemi kushte, s'ka kushte. Bashkimi s'kërkon kushte, kërkon afrim, koordinim të mbarë, shqetësim drejt së ardhmës, një alternativë serioze për vendin, diçka që është më konkrete, që s'krijon kriza të vazhdueshme, por që punon për qytetarin. Po bë shumë kohë gjatë që po flasim për politike, për politikanë, për pozita. Është shumë gjatë, është kriza jashtëzakonshme, është e panevojshme, është e dhëmshme që po vijmë në situatë të tillë. Krijojmë zgjedhje, kriza të vazhdueshme në vend se të flasim për politikë aq të rëndësishme domosdoshme për qytetarët e Kosovës. Ndjej keqardhje që s'mund të bëjmë më tepër, besoj që kemi bërë mjaft në këtë drejtim, kemi qenë konstruktiv dhe natyrisht një pjesë madhe diskutimeve do t'i ruajmë në diskrecion tonë sepse kështu kërkon korrektësia operuese. Në zgjedhjet e ardhshme mundemi me pa Vjosa Osmanin tu garu për presidentë ta zë me juve si bartësi listës. Pse s'po thirr Vjosën me marrë intervistë? Po me që jeni Unike këtu. LDK-ja për rikthimin e zonjës Është shumë është unike, LDK është unike. Tani unike dhe totalitare ka dy kuptime. Ne jemi parti demokratike në tërë, po operojmë si demokraci, por jemi unike në qëndrimet tona sepse respektojmë vendimin e shumicës. Zoti Abdixhiku, a përmend pas 5 marsit zonja Osmani si kandidate për presidente apo nuk ka qenë fare në? Ja, nuk ka qenë fare në këtë. Ju faleminderit. Jo, u dakordum që mos takohemi, më dhe s'kemi pse takohemi sepse i harxhum 53 ditë patëm zgjidhje, prap takohemi edhe një herë të flasim për president vetëvendosjes, nuk ka kuptim. Pra edhe një herë po them efektivisht për këtë moment LDK-ja e konsideron të përmbyllur këtë çështje. Ju faleminderit gjithëve për këtë vëmendje. Faleminderit.